Dashur vëllezër e motra, faleminderit që sot ja keni qit pikën. A moj me ja uru diçka? A bën mi uru? Urime qeveria Kurdi 4. Po e falenderojmë së pari popullin ton të dashur, popullin ton të mirë, i cili nuk u lodh kur duke mbështet lëvizjen vetëvendosje dhe kryeministrin Albin Kurti. Sot keni tregu, edhe jo vetë sot, se na ra zgjedhje me pas si shpesh këto një vjet e gjys, po edhe gjatë kësaj fushate dhe ditore, ju falenderit se cilit qytetar që ka tregu kulturë të lartë demokratike. Falenderit nga zemra. Vetëm ju duke qenë të palodhur, vetëm populli, din me bo këtë rezultat me arrit, përmes votës, mënyrë civilizuar, në mbështetjet lëvizjes vetëvendosje, edhe njëherë faleminderit nga zemra popullit Kosovës. Falenderimin e dytë dojna me bo për të gjitha ata mira e mira aktivist të cilët kur nuk janë dalë të punu. Kjo është fryma e lëvizjes vetëvendosje. Qysh e tha dhe kryeministri shumë bukur mron, pikërisht ata që nuk duken, neve na vendosin në skemë. Dhe na i mundsojnë, jo vetëm me folë, po na i mundsojnë pozicionet tona, përgjegjësitë dhe detyrat që i marrim. Faleminderit aktivistëve të palodhshëm të lëvizjes vetëvendosje. Një falenderim special për mërgatën tonë. Mërgata jone dashur, Kosova është e juja, po aq sa është e jona. Sepse ne jemi një popull, kudo që jetoni, mos e harroni Kosovën kur, dhe faleminderit që kur nuk ka harroni Kosovën. E keni Kosovën zemër. Një falenderim dojna me bo së bashku për policinë e Republikës Kosovës. Falenderit policëve tona, kanë qenë të shkëlqyshëm në sigurimin që e kanë arritë mundësinë e sigurisë të Kosovës, atë këtyre zgjedhjeve sidomos, na e kanë mundësu që ato të shkojnë në rregull. Ju lumt policisë të Kosovës, është njëri për institucioneve me besueshmërinë më të lartë në shtetin tonë. Dhe ky besim po rritet gjithnjë më shumë ditaritës. Apo mbashkoheni tash për një përshëndetje të veçantë për kryeministrin Albin Kurti. Edhe një përshëndetje për miq ton, kolegë ton, të cilët i kemi së bashku në koalicion,
në koalicionin tonë me lëvizjen vetëvendosje, Partinë Guxo, Partinë Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane. Ja kaloj fjallën Donika Gërvallës tash. Faleminderit shumë. Urime njerë kjo fitore madhështore. Një mbrëma gjithve edhe një urim nga thellësia e zemrës për këtë fitore, e cila është ndoshta fitoria më e rëndësishme që kemi arritur deri tash. Në një atmosferë kur të gjithë të tjerët të bërë bashkë kundër nesh, ne arritëm një fitore bindse, e cila na mundson të punojmë edhe më shumë, edhe më fort. Kryeministër, ne jemi të vendosur, jemi të palëkundur, jemi bashkë edhe pa u dorëzu ju nuk dorëzohemi asne. Kështu që urime fitoria. Mimoza. Mirëmbrëma Prishtinë e urime fitoria Kosovë. E di se krejt kemi dasht pak ma shumë, por 50% që prag mu bo shumë. I dyti mbas neve është ma pak se gjysa. E vesh edhe një. I kom dëgju sonte deklaratat e partive të tjera. Tash kur fëlshin për do vota mongu, e kemi kuptu. Disa prej qytetarëve tonë nuk kanë dalë, ose kanë shku mu fresku, krejt është okej. Por, na as nuk lodhemi, as nuk dorëzohemi, e as nuk hekim dorë prej planit, e prej qeverisjes mirë, e prej krejt premtimeve cilat ju kemi dhonë, e për cilat na keni prit, e keni qenë afër nesh, e na keni dhuru një energji me cilën kemi me vazhdu pandal. E veç edhe pak matematik për kom qef, a bon? Faleminderit. Partia e dytë, që i thanë që na kena bo diçka jo mirë, që pi ju thojnë krejt programit, zbatimit programit tonë, pi ju thojnë që na kena ble vot. A kena ble vot? Qashtu. Ata duhet mi pyt ku ju kanë shku edhe aty në 50.000 vota që i kanë hup. E dyta. E treta, duhet dhe kena pas rritjen ma të madhe në të zgjedhje. Pa i 6.000 vota e ma pak së ndëtor. Kështu që, edhe e katërta që aty diko, bile e katërta, drejtusi të katërtes, në komunën e vete ka fitu vish një të katërtën e votës, e ajo komunë o Gjakova. E te rendi falenderimeve, po s'ka det, kjo është demokraci, është fjalla lirë. Unë po du me thonë, vish fjallët ma të mira për krejt, por, halo ma të mira, krejt në pjadestal, po du mi vequ disa kryetarë të komunave, të cilët e kam bo një punë të shkëlqyshme. Du me fillu me Mitrovicën, ku vetëvendosja ka fitu 61%! Pa diasport. Po du me vazhdu me Gjilanin, ku vetëvendosja ka fitu 54%! Po du me vazhdu me Shtimen, që ofru 50%. Mos e haroni Kamenicën 52%. Edhe Fush Kosove o Biliqen aty. Po Dujeva 53%. A e dini qka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që ku ka qeveris vetëvendosja për këto 4 vite, qytetarët ja ka njop 53, e 54, e 61%. Se edhe Mitrovica dhe krejt Kosova
e kuptojnë që me program e me qeverisje të mirë nuk ka ndryshe. Prandaj, e ftoj para jush, kryeministrin, më të mirin, njeriun e dekadës së shekullit, Albin Kurti. Të dashur qytetar, aktivist e simpatizant, urime edhe një fitore e radhës e lëvizjes vetëvendosje. Për më pak se 7 vjet, kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Kemi fituar në vitin 2019, kemi fituar në vitin 2021, kemi fituar 2 herë në vitin 2025 dhe fituam përsëri në vitin 2026. E pra, të dashur qytetar, ky është edhe një konfirmim i radhës që së paku kjo dekad, e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq, është e qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e 5 parlamentare, për më pak se 7 vjet, u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë, e ne fitojnë. Unë ju falenderoj nga zemra dhe jam përjet mirënjohës për gjithat angazhim, punë, përpjekje, mund që keni bërë që lëvizja vetëvendosje të vazhdoj me qeverisjen e saj të mbar e të mirë demokratike, ku ne i bëjmë bashkë
sigurin e shtetit e të kufive me mirëqenjen e qytetarëve, ku ne i bëjmë bashkë edhe punëtorët, edhe ndërmarrjet, edhe infrastrukturën, edhe bujqësinë, i bëjmë bashkë edhe kujdesim për nëna e fëmijë, edhe atë për burra e pleq, për djem e vajza pa dallim. Faleminderit shumë për gjithë këtë mbështetje e përkrahje të pakursyer e të pa rezervë në secilën sfidë e pengesë që kemi pasur. Pra nuk ka vështirësi që nuk e kemi te i kaluar. Edhe atëherë kur është dukur e pamundur, ne e kemi realizuar. Sepse tash ka shtet për krejt e ne jemi krejt për shtet. Numri 116 ishte fitues me 28 dhjetor, numri 116 është sërish fitues.